Një turist grek ka pësuar nga incident të rënd gjatë një hedhjeje me parashut pasi ka patur probleme teknike dhe ka rënë në det në zonën e Vlorës. Sidoqoftë, një peshkatar, pavarësisht moshës së tij dhe kushteve atmosferike, ka reaguar menjëherë duke u nisur me gomonen e tij për ta shpëtuar parashutistin. Në kushte shumë të vështira, ku parashuta ishte ngatëruar dhe mbështjellë rreth trupit të turistit, peshkatari ka treguar guxim të jashtëzakonshëm duke nxjerrë personin nga uji dhe i ka dhënë ndihmën e parë. Ky veprim heroik tregon se Shqipëria ka ende individ të jashtëzakonshëm, të gatshëm të ndihmojnë në situata të rrezikshme dhe të bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetë pavarësisht kushteve të vështira. Mesazhi i qytetarit. Përshëndetje, një turist grek, duke u hedhur me parashut, ka pasur probleme teknike dhe ka rënë në det në Vlorë. Zotëria, peshkatar, pavarësisht se në moshë, nuk hezitoi të shkonte me gomonen e tij dhe ta nxirrte nga uji në kushte shumë të vështira. Pasi parashuta ishte mbështjellë dhe ngatëruar në trupin e parashutistit, Shqipëria ka nevojë për heronj si ky peshkatar.